Nina Mu, mirë se erdhe në studio, mirë se erdhe dashur. Mirë se ju Është kënaqësi, mirë se erdhe Nina. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit. Sa herë ke parë Ninën s'kenë? Në opera shkoj shpesh, por ta them të vërtetën, doja të shkoja tani tek vepra e fundit, Carmina Burana, po. Burana, por nuk munda dot. Por di që ke shkëlqyer. Se Carmina Buranës i dje vetëm emrin dhe jo mbiemrin. Emocionet më bën që mos ta kujtoj në Mbiemri është brenda emrit. Po, pra po. Vjen nga shqipja, Burana dhe thotë Burani. Po Carmina? Po, atë. Okej. E lëm kolegu më vonë. Por sot jemi për Tabanin, një koncert recital ku ka 16 këngë qytetare shqiptare të interpretuara për herë të parë me kuartet nga ty. Së pari, shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Sot në orën 8 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit do të mbaj një koncert të plot vetëm me muzikë shqiptare. Koncerti do të ketë 16 këngë, ku 12 prej tyre janë të rishkruara vetëm për kuartet. Unë do të shoqërohem nga 4 instrumentistë, në violin Gzim Bulxari dhe Sonja Hoxhallari, në viol Floben Zyma dhe në violonçel Gzim Hysi. Gjithashtu për kurimin e koncertit është kujdesur Rinald Foçi dhe Gridi Kraja, qoftë për përzgjedhjen e këngëve, por edhe për rishkrimin e tyre nga e para. Kështu që ndihem shumë emocionuar, sepse të këndosh... Po, pra këtë doja të thoja, pse tani, a kishe kohë që kishe menduar një koncert tillë të konceptuar kështu? Se guxove tani? Kisha mall të këndoja shqip. Më kishte marrë malli të këndoja shqip, një koncert të plot gjithmonë në muzikë të huaj, është ndryshe kur ti këndon në shqip, qoftë për ne që këndojmë, po qoftë edhe për publikun që e dëgjon. Dhe ndoshta tani erdhi momenti për... Ke bërë një përzgjedhje trevash, apo... Po, do të ketë këngë të Shqipërisë së Jugut, këngë nga Vlora, këngë nga Elbasani, nga Shkodra, këngë gjakovare. Janë këngë qytetare. Qytetare, këngë popullore qytetare. Të cilat njerëzit i njohin në variantin e tyre popullor? Ndoshta në disa dimensione të dëgjuara me orkestër të plot, ose të dëgjuara nga orkestra e ansamblit popullor, ose të dëgjuar në versionin shumë popullor. Kështu që i solla këtë herë në një version më klasik, i cili na përshtatet edhe neve si muzikant, por jam munduar të kuroj detaje, të lë melodin të pastër, ashtu sikur se janë këngët popullore qytetare. Mirë, shumë, do më thënë, por duhet këtë qenë goxha impenjative, sepse kuartet dhe një zë duhet mbushësh... Po, kam gati 3 muaj që punoj. 3 muaj që punoj? Po, sepse duhet shumë punë për t'i rishkruar, për t'i parë, ndoshta gjatë rrugës mund të dalin gjëra që duen ripar ose duen pastruar në shkrim. Trajtimi, sidomos, është një pikë veçante këngës popullore qytetare, sepse duke qenë se janë të thjeshta në melodinë e tyre, bukurinë dhe përçimin e kanë tek trajtimi. Duan një trajtim delikat dhe të kujdesë shumë për lulet edhe për karakterin që ka çdo pjesë. Patjetër, do të jetë pak më e vështirë. Megjithatë, i vetë thej që kam gjithë jetën që këndoj muzikë tuaj, i referohesh gjithmonë operas. Mund të kem kënduar muzikë shqiptare, një këngë, 2 këngë, po një koncert të plot, jo, është hera e parë. Nuk e ke realizuar. Po e këndon si soprano, apo e këndon... Si soprano. Si soprano. Si soprano, po prandaj thash që i kemi risjell, ndoshta ka dhe këngë si Baresha, e cila është shkruar për këngëtaren e madhe Nexhmia Pagarusha, është shkruar për një këngëtare e cila e këndon me mikrofon, por mënyrën se si ne kemi risjell dhe se si e trajtojmë, e kemi mundësinë që ta sjellim në formatin pa mikrofon, formatin klasik. Do më kjo që ka në sallën e madhe, do më thënë? Në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Si është akustika atje? Është e mirë. Më ty të knaq? Ka shumë akustik. Okej. Ndoshta po të kishte më pak, do ishte më mirë. Mirë, po gjithsesi, kam përshtypjen se ju provat i keni bodu. Po, patjetër. Kurioze jam të dija, do kemi një këngë nga Elbasani. Po, është kënga Vajtan Elbasan, për me ble fustan. Me se the ku e ka ble, ku e ke ble fustanin në Zoe? Aty te lagja. Vajtan Elbasan. Elbasan apo Elbasan? Për me ble fustan. Vajtan Elbasan. Për me ble fustan. Por?
Ish fustani I bukur goce, ish për ty nishan. Do ikim sonte. Fole, mos fole, fol se ka më se vëda. Këngë më të bukur atë Elbastan. Mos e lësho zërin se na duhet për ndarë. Jo. Sot Ka që është minimumi. me eksperiencën. Aq më tepër që juve në protokoll, këngëtarët e muzikës lirike nuk pare kanë për zemër t'i ftosh në mëngjes ditën e premierës, domethënë. Po sepse zëri, sidomos në mëngjes, pushon dhe do kohë të marri vetin deri në drek, deri në pasdite, do përkëdhelur shumë. Patjetër. Të paktën që ka mirë, koleg, kishim grupën këta e lirike, se para koncerti I ditët të paktën nuk do na bërtis. Mund ta provosh, domethënë. Ajo ime, Ajo s'është lirike fare. fare, se pike. Ase imja. Mund të provosh kontratenorin për... Jo. Mos ta fut shert tash. Kush është ky kontratenorit? Ata që I quajnë të kastruarit. Ata që. Për të qenë brënda, Për të qenë brenda. pak soprano, pak tenor. Se vim nga Karmina Burana, domethënë. Normalisht. Edhe njëri është Njëri prej artistëve është kontratenor, po. Është gjithmonë ai I Prishtinës, ka përshtypjen apo jo? Jo, këtë herë ishte një djalë shqiptar solist në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Megjithmonë. Po. Ne kemi kontratenor në Shqipëri, sepse janë zëra shumë të rrallë prandaj. Po. Këtë se dija. Atëherë pas kam humbur shans pa. Shqipëria për zëra gjithmonë ka qenë buron. Ka gjithmonë produkt. Me gjëra fjalët e zëre, domethënë ti je një nga artistët e këngëtare lirike goxha aktive, domethënë nuk është se je kufizuar vetëm te opera e Tiranës. Domethënë vazhdon e këndon gjithandej, kam përshtypjen apo jo. E ke të bërë kalendarin gati për sezonin e ri? Jo, akoma jam duke e bërë, domethënë pak a shumë dihet se çfarë veprash do të ketë. Por janë të pavendosura përfundimisht. Po pret, Po, po. Domethënë pret vetëm nga opera e Shqipërisë apo Nga opera e Shqipërisë, por nga opera jashtë pres për rikonfirmime për operën Traviata dhe Rigoletto. Shi. Ku I pret në Itali? Në Itali. Po për ty cila vepër është më ajo që ke më për zemër, edhe që ndihesh tamam në atë rolin, në... Ajo që më ka dhënë shansin për të qenë në skenë rol impenjativ është Traviata. Dhe jo vetëm shansi, por edhe muzika se si është shkruar, edhe përmbajtja dhe duke qenë se është shumë e përshtatshme për vokalin tim, është një nga veprat që unë kam shumë për zemër. Mirë, pa dyshim. Si e shpjegon që shumë këngëtarë të mira lirike janë ndërsa ti e... Mendova Jo, mos nuk kishte është e ardhur modele vërtetë. sot. Edhe Ermonele ja, në fakt, shu është. më thënë drejt. Kohët kanë ndryshuar në fakt. Modelin e të qenit në formë e solli Maria Callas, dhe në kohën e sotme janë më të pakta soprano, sidomos, që janë të shëndosha. Po, se ka. Ka, të mbushura. Të bukura, të mbushura. Ka rëndësi shumë dirigenti? Sigurisht. Mbi të gjitha ka shumë rëndësi, jo vetëm përgatitje, po dhe energjia, kimia që ke me dirigentin, po qofte edhe me kolegët. Për mua është shumë e rëndësishme. Mënyra se si ti lidhesh në energji me ata është ti jesh në skenë, është të kesh krah. Po kolegë, po si janë bajnë mëndë përmëndshme, 3 orë gjysë opera? Nuk e di. Punohet Ku shumë. flasim për Verdi Puccini, se po t'jetë I në i shikoni Wagner, një? shkojmë edhe 5 orë Për të përgatitur një opera duhen 6 muaj, ndoshta edhe 3 në kohën e sotme. 6 muaj. Mbash mëndë, ndoshta të qëllon të këndosh dhe në një gjuhë që nuk e nje. Po, kam kënduar rolin e Rosalindes nga opereta Lakurichinatës, Po, Fledermaus, e gjitha në gjermanisht, dhe jo vetëm që mëson fjalët të e që tua, fund të por Palati edhe... Kongreseve, mos gaboj? Jo, është bërë në teatrin e operës, është bërë në të teatrin. rinovuar, po. Aha. Dhe në gjermanisht e gjitha. Dhe nuk është se studion vetëm fjalët e tua, por edhe fjalët e kolegëve. Duhet i dish, sepse është komportimi me kolegët. 7 zanore janë në Shqip. 5 janë në gjuhë tjera, i mëson ato. pra, Këto po, kanë si su pasa bërë që ti? atë para. është një super punë, e ti. është Sa i një poshtër punë e është, vështirë. Po si mund t'i minimizosh kështu gjëra? Jo, me treguar e kam, se unë nuk është para të gjë opera. Dhe Nina, ndoshta se di, po. Ti nuk Unë dëgjon kam frikë opera. Unë të ofroj një orë gratis,
Një vladës, po. për të punuar një opera thjesht për të patur një ide se si punohet me një partitur. Do vi. Do vi. Do Po ta të bëj një, nuk vjen. Domethënë edhe tani kur zbret e Shehi Skënderbej i bi nga xhamia. Para se më ta ketë rrugën këtej. Kolegë, se është e njëjta, nuk është se... Po të zyra jote? Që nuk hap dyrën fare, se të Jo futet fare, jo futet. Ky dëgjon muzikë funebër. Jo, nuk dëgjoj muzikë funebër. Kur vdiqme me të sheu, ishte ajo muzikë që dëgjon. Koleg, do më kur vdiqme me të sheu, s'ke i mbajt zi. Qofse të kujtohet se Nina është brez tjetër. Nina, të falenderojmë shumë. Të urojmë shumë suksese sot në darkë. Në orën Ju bëj ftesën publikisht, jeni të ftuar gjithashtu sot në orën 8 në hallin e Teatrit Operës dhe Baletit. Hyrja është e lirë apo është Hyrja është me bilet. Me bilet, por është në hall, domethënë dhe çmimi i biletës nuk është nga ato që thyn mes. Por mbi gjitha duhet me shku sepse është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Muzika qytetare shqiptare gjithë trevave nga Nina Muo bashkë me kuartetin. Po. Aq më tepër që kishe punuar me Gritin, ke bërë goxha punë. Faleminderit Nina. Faleminderit juve, kënaqësi. Faleminderit. Këtë pjesë pastaj do të kalojmë te qiqrat dhe spinaqi. Po i kishim shtyr 2 vezë, sepse nuk e di. Sy. Nëse nuk na ashtu përshesh me kos. Jo. Surprise.